Java e 6 të sezonit vjeshtor në ligën e parë filloi dje me 2 ndeshjet hapse. Në stadiumin e Bashkimit në Kumanov, dje u zhvillua ndeshja mes Bashkimit dhe Sileksit, e cila përfundoi me fitoren e skuadrës vendase me rezultatin 2-1. Golat për Bashkimin i realizuan Avornio dhe Aleksovski, teksa për Sileksin autori golit ishte Pires. Për ekipin e Bashkimit ishte kjo fitoria e tretë sezonale për një barazim me 2 disfata, duke grumbulluar 10 pikë, ndërsa për Sileksin ishte humbja e parë pas 5 fitoreve radhazi. Ndërsa në ndeshjen tjetër që u zhvillua dje, Makedonia Gjorgje Petrov mundi ekipin AP Brera me rezultatin 2-0 me golat që i shënuan Simeon Hristov dhe Martin Talakov. Nesër në Kosivar zhvilloi përballja Arsimi Vardari, një ndeshje shumë e rëndësishme për ekipin nga Çegrani. Pas fitores kundër Peristerit në Manastir, Arsimi nesër do të mundohet të shënon edhe ndeshjen e parë kampionale në cilësinë e vendasit pas 2 humbjeve kundër Struga Trimlum dhe Sileksit. Futbollisti Subi Mustafa tha se fitoria kundër Peristerit i ka motivuar në masë të madhe ekipin, prandaj janë në pritje të suksesit edhe kundër Vardarit. Pas fitores kundër Peristerit, ekipi është në një motiv shumë të mirë, kemi marrë motiv shumë dhe një energji tepër pozitive, e cila do të na shërbej shumë në ndeshjen kundër Vardarit, e cila është edhe po ashtu më e rëndësishme se sa kundër Peristerit. Futbollisti Subi Mustafa ka edhe një porosi për përkrasit e klubit të futbollit Arsimi, që nesër të jenë në numër sa më të madh në tribunat e stadiumit. Po, normal, ato kanë qenë dhe do jenë gjithmonë lojtarë jonë 12 në fushë, në të cilën kam një porosi e cila është të jenë një numër i madh i tifozësh në atë ditë, sepse do jetë ndoshta ndeshja më e rëndësishme e kampionatit, të cilën e luajmë kundër Vardarit. Përkraje masive, gjithashtu i ftoj të gjithë tifozët të jenë lojtarë jonë 12 dhe përkraja jonë më e madhe në ndeshjen kundër Vardarit. Ndeshjet e nesërme që zhvillohen në Gosivar dhe Kavadar fillojnë në ora 15:30.